Mirëmbrëma miq. Sonte në VVSH është kryetari jam. Jo rastisht po them kryetari jam. Është Ilir Ferrati, kryetari i Stogut. Uroj që do të jetë kryetari i ardhshëm edhe për 4 vjet. Po punoj, po angazhohem me qenë kryetari i Stogut, Iliri edhe 4 vjet. Jo pse është këtu, por pse e di çka ka ndodhur në Istog. Kjo është anshmëri, ta kuptojnë të gjithë. Ilir, mirë se erdhe, jam i gëzuar që je këtu. Megjithatë, kemi ca çështje tema që duhet me i diskutu, pavarësisht këtij animit tem kështu pa precedent. Po me që unë jam i Sogëllës, jam i Stogut, ju jeni kryetar edhe i katunit tem, se s'ka ujnë Sogëll. Faleminderit. Në katun temin. E para, për mundësin, një përshëndetje për shëzërosin me bo për krejtë qëtarët e Stogut në veçanti për pjesën e fshatit prej Kavenjo. Sogëlla furnizohet me ujë prej pjesës shkrujës Bjeshve. Nuk furnizohet, në projekt është më furnizohet. Po flasë për krujet e Bjeshve, zgjidhje alternative që ata kanë bo të përkohshme sigurisht për shkak të bejetesës për që kështu në atë pjesë. Ka dhe fshata tjerë që e kanë atë zgjidhje. Fatmirësisht ne kemi mërri me finalizu në 98% një projekt që është nisë në kohën e ish-kryetarit Rugova, që ka dalë për një kredi të butë, edhe që na ka botë mundshme që në komplet pjesën e Mivadës me instalu rrjetin primar të ujësillës. Kur flisni për Mivadën, se njerëz nuk na shikojnë veç qytetarët e Stogut, po edhe pjesa tjetër. Çka është Mivada? Po flas për pjesën e fshatrave që kufizohen me komunën e Skënderajit. Kryesisht, pjesa lindore, nëse nuk ka bëj bie, edhe një 12 fshatra që kanë pasur problem të vazhdueshëm me furnizim me ujë. Projekti i ujësillës së Mivadës ka rrinë me zgjidh problemin për një pjesë, cilët janë kyç fshatrat Uq e Rakash, por presim shpejt përmes Hidrodrinjit me cilët po kemi probleme të jashtëzakonshme. Është ndërmarrje rajonale atje, që udhëhiqet për një bordi, për një bordi që cakton qeveria dhe një kryeshefi që cakton pa i bërd. Edhe sigurisht është edhe pjesa e njësisë së Stogut, ku për herë parë fatkeqësisht kemi pas interferenca të jashtëzakonshme politike. Edhe në kalumin ka pas njerëz politikë me ndërmarrjes, mirë po të paktën kanë qenë profesionistë. Tash nuk po trajtohet për të njëjtit prizëm, edhe po kemi probleme të pjesa mirë funksionimit me ta. Po flas së fundi. Pra, arsyeja pse nuk ka ujë prej ujësillësi, burimet alternative janë çështje tjetër. Fshati jam edhe 3 fshatra tjera lidhet me Hidrodrinin, apo? Gatishmëria që menaxhohet prej qeverisë Kurti. Sakt. Gatishmëria juan si komunë ka qenë që me ofru pjesën e gypit, mënyrë që ata me kry punën tjetër që ju takon edhe me legje dhe si mas kompetencave që ata i kanë. Gypat i keni prunë, janë. Tash problemi është të lidhjet e të cilët na po bëjmë kërkesa që një 5-16 herë që e para me i furnizu qytetarët me rëmas, që mos më kriju shfrytzues legal të ujësillësit, edhe dyta me herë me fillu me pjesën e lidhjeve sepse sistemi po funksionon, pompat që janë instaluar po funksionojnë, edhe i bie që veç pjesa e Hidrodrinit. Ka thënë që Albin Kurti s'po don me marrë ujin. Se unë të mendoj. Na ka pak probleme me pjesën. Me pjesën e Amerikan. Okej. Veç mi ditë sanë se. Si do qoftë, shpresoj që jo veç katuni jam, mos ma marrin njerëzit këtu që unë e kam personale, po se na kemi burime alternative, kemi bunarin aty që ka ujë shumë, po megjithatë ujë rrjedhshëm i certifikuar për pije, ai është më vetë tjetër. Mu bën vjen keq të thonë drejtën që edhe pas 20 vjet pas luftës ende po duhet me bë edhe me pjesën e kandidatëve ku po janë në debat temë çështjen e furnizimit me ujë edhe ka njëherë një pjesë dhe po shfrytëzohet politikisht, që është i dashur me kon temë jashtë politikës ose nevojë bazike që me që ngarë për mandatin e dytë, a mundesh me konsideru në këtë mandat me përmbyll çështjen e ujit në Stog? Me që edhe ka ujë i Stogu. Unë po du me garantu të qytetarët e Stogut që edhe vullneti edhe përkushtimi edhe koncentrimi i krejt ekzekutivit ka përkon në këtë drejtim, po nuk po du me premtu politikisht se që ajo po pengon
mena për mena qenës teme, më thonë të drejtën. Okay. Ka qenë Se janë do punë që zvaren për teje. Janë do punë që varen për nesh edhe për hidrodinjët, edhe duhet më pas vullnet të dy anshëm që më shku drejtën një zgjidhje finale. Po flasim për punë finale të cilat nuk marrin shumë kohë, as shumë investim. Ilir, jemi në fushat, jemi në mes të fushatës. Do me thonë është 15 ditë i parë i fushatës. Krejt ata që përcjellin debate televizive me kandidat për komunat e ndryshme, Istogu është kthy në një model të komunikimit mes kandidatëve që ju i quheni kolegë. Që kjo kulturë e komunikimit, pafyrje, pasharje, vlerësimet që i keni dhënë ju edhe për kandidatët e tjerë, pse ndodh që kjo me njerëz të Istogut, me kandidatë të Istogut? Pse nuk ka as një akuzë, as personale, as fyse, as kur gjë në raport me njëri tjetrin, po s'ka as në raport me ty, derisa keni qenë që 4 vjet në pushtet. Çka është që kjo mënyrë komunikimi e kandidatëve të Istogut që mungon për komuna tjera? Po e para, më thonë që është edukata personale se cilët qytetarët të Istogut, sjellja që ata kanë edhe ndaj institucionit komunës, edhe ndaj partive tjera që janë ngarë, që sigurisht që janë tonë antarët LDK-s, ka antarët dhe takas, atë PDK-s. Edhe të vetëvendosjes, që mendoj që edhe unë edhe secili prej kolegëve kandidatë, se ashtu i kom qujtë, është e vërtet edhe preferoj në vazhdu me qujtë të tillë deri në fund. Zgjedhjeve kem obligim që të njëjtën kulturë dhe edukat cilën na e shohim të qytetarët tonë me promovu edhe kur dalim para mediave, sidomos atyre nacionale. Për një arsye që përmenda, dytën vlerësimi që njerëz jashtë Istogut e kanë për Istogun edhe për qytetarët e tij, mendoj që është kultivues parë prej presidentit historik që kemi, atë themeltar shtetit e Bajramërgos, e tutje prej secilit kryetarë komunës që ka pasur Istogu edhe prej secilit lider të partive edhe aty në opozitorë që Istogu kanë pasur që kanë tentuar me rujt si frym, edhe po mendoj na që jemi në një kohë moderne, po nëse mund me quajt të bëhemi politik edhe të argumentimit të ideve të cilat na kemi në karshi qytetarit në raport se si e shohim na Istogun, ajo do duhet edhe është tema kryesore e debateve që na kemi, pa pas nevojë me ushu në goditje personale, sepse Istogu tenje sa një unë, është vend i vogël edhe për personalitetet tona, s'kem çaj tregojmë kërkujt përmes mediave se e njohim secilin, jo njohim edhe familjet, edhe ata na njohin neve, kemi edhe raporte familjare, janë njerëz që vinë prej familjeve të mira, të respektueme, të cilat kemi bërë si kulturë me majt të kultivuar. Po tash miqë përmendën situatë desha me ngritë edhe se po kjo është, unë mendoj, spari edhe para gjithashtu është edhe merit edhe veçori mbas qytetarëve të Istogut si komunë, si histori, si traditë kështu me radhë. Mirë po, mendoj që natyrisht të varet edhe pe kandidatëve, pastaj varet edhe pe kolegë, varet më shumë të varet prej atij që ka peshën më të madhe elektorale, që në këtë rast jeni ju si kryetari komunës, sepse ne kemi pa për shembull në nivel qendror që mjafton një njeri me dash polarizim, edhe polarizohet situata. Nuk do të thotë që të ndëmon. E ai që ka pushtetin më shumë në kuptim të votave, unë mendoj do të më pasë edhe përgjegjësinë më të madhe. Domethënë, dhe kur e ka përgjegjësinë më të madhe dhe e mirëmban në situatë të tillë, mendoj që kjo është këndesh më marr si shembull. Jo vetëm për zgjedhje lokale, për secilin proces zgjedhor. Sepse mungesa e polarizimit edhe personalizimit politikës që po ndodhin debatet e Istogut, jep hapësirë pastaj për një me fol për projekte, për programe. Edhe qytetarë pastaj me vendos me thonë që kjo po pëlqen më shumë për shkak të çtyre që pas kanë ndërmend me bu. Kështu që mendoj që kjo është vlera e demokracisë, do të thoya. Më shumë se sa me dëgju për personin, është më mirë me dëgju për çka ka njetë me bu personin. Me mujt me mri që tonë këtë Kosovën, shkon fort mirë, po në Istok më vjen shumë mirë, që është mri. Tash, e dyta është që unë e kom pa, domethënë edhe prej reagimeve të njerëzve jashtë Istogut, kështu që ata që kanë profil publik e kështu me radhë, shumë prej tyre thonë që në Istok nuk ka garë, në kuptimin që dihet pak a shumë, domethënë edhe kush fiton, edhe qysh Istogu është tradicionalisht është në mos gabofsha vetëm një komunë që kur s'ka hupli dhe këja, në Kosovë, dhe në këtë drejtim, domethënë që kjo është edhe pak pyetje që kam për juve, a është kjo, a mendoni edhe ju çashtu? Edhe e dyta është zoti Ferrati si kryetari i Istogut, pse mendoni ju që do të më konë edhe njëherë
kryetari i Stokut, do më thonë pse çka keni me vazhdu, çka keni me nis, çka ju ka met pa bo herën e kaluar, kështu me radhë, që mendoni që edhe një mandat për juve në Stok është i dobishëm për Stokun. E para, po du me fillu prej çështjes të qenojt Bastion si komunë. Mendoj që specifikat e Stokut në kuptim të bindjeve politike që i kanë edhe asaj se çka ata besojnë politikisht në krahasim me bastionet tjera në nivel të Kosovës janë të dallueshme. Pse po them? Stoku me LDK përpos bindjes politike që është trashëgu për qenonit vendlindje e Bremërgovës, është pjesa e një pakti mirëbesimi që është nënshkruar në thojza, po them nëse më lejohet me qujt, në kohën kur është themelu LDK-ja edhe aktivitetet që është bërë tutje në vitet e para luftës, e gjatë luftës, e sigurisht manej pjesa e aktivizimit të po të njëjtë aktivist në pjesën e pas luftës, që i kanë dhënë kontribut jashtëzakonisht të madh mbajtjes situatës në nivel qytetar, të pas parasysh polarizimin e madh që ka ekzistuar në vitet e pas luftës, që po ashtu ka ekzistuar edhe në shtet. Është një aktor të krejt formacioneve, po flas edhe aty në politike, të partive politike, edhe të formacioneve ushtarake që kanë pas bët kuptim politike, kanë ditë rëndësinë e sjelljeve tyne edhe ato që ka shkaktuar sjellja të qytetarëve të Stokut. Tutje mas zgjedhjeve të para, ku me shumicë ka fituar Lidha Demokratike, edhe fillimit të investimeve të institucionit komunës, në atë kohë sigurisht përmes donacioneve së buxheti i parë, nëse nuk gaboj ka qenë 180.000 marka. Do mundësia për investim më kon minimale ose zero, edhe komunikimi i drejt për drejt, edhe përcjellja e jetës qytetarëve, sfidave, hallave, kërkesave që i kanë pas përmes trajtimit të komunës me kapacitetet që i ka pas, mendoj që kjo është arsyeja pse Stoku ende vazhdon të kon bastion i punëve të mira që qytetarët i kanë kryer përmes komunës e që komuna i ka kryer me qytetarin. Nuk është veç berbëri e verbert politike, është gjykim që qytetari i Stokut din me bo me gjaktësinë më të madhe dhe me inteligjencën e logjikën që veç ai ka gjë për cilën unë e vlerësoj jashtëzakonisht shumë se na man nivel edhe mu si kryetar, edhe i man nivel edhe tjerë kandidatë që pretendojnë me kon garu serioz në garën për kryetar komune. Ani pse për krejt të katë vetë është bo punë jashtëzakonisht të madhe, të cilën na po e prezantojmë në secilin takim që po dalim prej familjes ose prej lagjes ose edhe në tubimet më dha elektorale që është pjesa tradicionale e fushatës se si e bën LDK-ja. Pse duhet me bo kryetar edhe njëherë, përpas që kom thonë edhe në herën e kaluar, unë jam një prej qytetarëve të Stokut që krejt jetën edhe timen, edhe familja ime, edhe ngritjen personale, profesionale, politike, e kom bërë të jetë bashkë me ta. Thonë jam thjesht një prej tyne që vazhdon me jetu në të njëjtin vend me ta, edhe mu përballë me kërkesat e me sfidat e me problemet që i ka qyteti i Stokut. Vazhdimësia në kuptimin e asaj që ne prezantojmë si program është ky dokument që kam sot me vete që është në 6 shtylla, dhe që është derivat i programit të vitit 2021, jo i të njëjtit. Po flas me sfidat që na i kemi pa e i kemi identifikuar për gjatë tyne 4 vjetë. Dhe vazhdimësie. Eksakt. Për gjatë tyne 4 vjetë bashkë me qytetarët, bashkë me grupet interesit, bashkë me shoqërinë civile, bashkë edhe me biznesmen, që janë pjesë aktive e jetës publike në Stok. Po e shoh të një pjesë ku ne kandidatëve një tendencë jo e mirë e kopjes të programit të kaluam, po du me shuzërosë me informuar që një pjesë e madhe ti është përmbyllur, realisht edhe janë ti është një farë kopje e ripërpunuar e cila nuk funksionon te qytetari i Stokut. Kisha dashur që secili prej tyre me pas të detajuar në kokën e vet edhe në planin e tij se çka ata i ofrojnë qytetarit të Stokut dhe pse duhet qytetari i Stokut me votu ata dhe me pas mundësinë me përballë më nej çto argumente dhe me pas qytetarit mundësinë më gjyku se cila është, s'po du me thonë ofertë, po cila është versioni që i shkon për shtati më shumë qytetarit të Stokut. Është pjesë e këtij dokumenti janë 12 projekte kryesore që në total kapim vlerën për 23 pikë diçka milion, e të cilëve secilit ju dihet e para burimi i financimit, e dyta secili është me studim të fizibilitetit bashkë me projekte detajuar, secili ka plan dinamik, unë e dim se në cilën vit kemi menis, edhe në cilën vit kemi përfundu, edhe tutje janë 2 komponentat prej 12-ve të cilat veç e kanë financimin e gatshëm, edhe 2 prej tyre janë në procedurë të prokurimit kur po flasim, edhe po presim kur të vjen afati ligjor që mu hap ofertat edhe me ditë se cilë operator ka me vazhdu
punën, do konkretisht për qytetarin e Stogut, po flas për lumin e Stogut, do hapjen edhe kthimin e tij në pikat e veta gjeodezike që s'është bërë prej që është hap për herë të parë për Jugosllavisë, trajtimin e bankinave sepse po na shkakton probleme në kohën e tëreshërave, instalimin e kolektorit kryesor për briti deri në fshatin e fundit të Stogut, edhe tutje një rrugë për bri lumit që përpos rekreacionit edhe që na jap neve mundësinë e mirëmbajtjes së lumit, mundet më shkaktu edhe pjesë të zhvillimit ekonomik, që janë pjesë të bukura dhe atraktive, të cilat deri tash qytetari nuk ka pas mundësinë me shfrytzu me diçka tjetër përpos me bujqësi. E të bujqësia që lashtë fund, e që s'është për nga rëndësia, është pjesëja e lehtësimit që e shkakton ky projekt në ujitje. Do të Stogu ka toka jashtëzakonisht pjellore edhe komponenta një ndër kryesore të zhvillimit ekonomik është bujqësia. Ne jemi lider prodhim modës, jemi lider në prodhim peshkut, jemi lider në prodhim qumshtit, edhe jemi vendi i shtatë në Evropë në prodhim të bimëve aromatike mjekuese, që sigurisht edhe këtë aktivitet ka me ndiku jashtëzakonisht shumë. Një tjetër që është në pjesë në procedura të prokurimit është prej sheshit Gjakut, me vija një, deri te udhkryqi te rruga për Dubrav, Dushkoj, edhe që ne që është dhe zona industriale, është trajtimi i njëjtë, kam ju mos që ka bo pjesës qendrit, mu transformu komplet fillimisht pjesa në nëntoksore që ka rëndësi të madhe për Stog edhe për shkak të erës, edhe për shkak të rreshërave kohëve të fundit, edhe mandej edhe pjesa sipërme me trotuar, rrugë, ndryshimëri, sinjalizim, që përpos që shkakton zhvillim jap edhe siguri të lëvizjes edhe për makineritë edhe për qytetarin. Projekt 3.5 milion euro që besoj shumë deri ka nënture veç në shkruhet kontrata dhe vazhdojnë punimet qysh këtë vetë. Të më këthy edhe njërë mrapa, visari përmeni projektet, në të drejtë, këthejemi prapë të projektet. Të ajo për cilën folëm fillimisht që kjo kultura e debatit që është u zhvillu mes kolegëve, kandidatëve për komunën e Stogut. A është kjo produkt i Ibrahim Rrugovës, shkak se është i Stogut, i Cërcës, apo Ibrahim Rrugova është produkt i Cërcës edhe i Stogut, i cili reflekton në përgjithësi atë nahi, apo ndërkohë mos ka ndryshuar diçka në kuptimin pozitiv. Cila është? Nuk më mi thonë, ose më duhet mi thonë të dyjave po. Se të dy versionet që i përmendë kanë të vërtetën e vetë që e kanë ndiku njëna tjetër në formësim. Mirë po, që a konsideroj që është lërsu, pasi që është promovu qasja, sjellja, forma e qasjes ndaj problemeve, forma që ju janë prezentu qytetarit Kosovës në ditë vështira, me urtësinë edhe artikulimin që veçaj ka ditë me bo, e ka luajtur rolin kryesor në këtë pjesë. Du më përmend edhe një fakt të zgjedhjeve, nuk e di të para ose të dytat, të pas luftës kur prindja jam e konkurretarë dhe kur me të njëjtën makinë ju në shku këtë kundër kandidat në debat, të rëkon më do këtë veç jetën Kosovë, nëse nuk ka bëj. Më në kërë. Edhe jam coptu me gjuhën argumenteve, edhe jam hypë me njëjtin kërë, më thy prap në Stog, pa pas në të lashe personale, karakteri i qytetarit të Stogut është i veçantë definitivisht. LDK-ja një Stog, si bastion mbasi i fundit, sepse të gjitha janë thy. Se di fush Kosova? Jo, fush Kosova është tash që është ngarë, por me gjitha të, po flasim se fush Kosova është pak ma ndryshe, është e përzime me kultura të ndryshme, me gjithë shka. Unë po flasë për një region, për një qytet të vogël. Qatë sa është i Stogu, se për mu është i vlefshëm, s'ka rëndësi sa është i madhë, vazhdon me qenë bastion i LDK-s. Është bastion i LDK-s, edhe në kohën e juj, për shkak të Ibrahim Rrugovës apo për shkak të punëve tua? Nuk bojnë njëna pa tjetër. Jo bojnë. Na përmorim shpesh Se Ibrahim Rrugova ka vdek 2006. Përmorim shpesh... Jeni kandidat për mandatin e dytë, 2021 në zgjedhje për herë parë. Dhe më thonë është mati. Tash unë po flas për shkollë politike, po flas për
kulturë që është e instaluar, edhe po flas për ato se çka na si parti jemi, mendoj që kemi obligim moral spori e sfundmi politik me promovu. Nuk po flas për përdorimin e emrit të Ibrahim Rrugovës që me ngjall ose me keq përdorur shtetorin në kuptim të emocionit. Mas paku përdoret një stë, Po se dihet. Ka njëherë po e morrim si goditje, po e përmenin Rrugovën halon, nëse nuk e përmen Rrugovën, Iliri, LDK-s, kush duhet të përmen? Ani pse është karakter që është përtej së zëllës parti tashme. Mirë po, që janë kryetari i LDK-s, president shteti, edhe që është formsu në qytetin e Stogut, pse nuk duhet unë me rikujtu te qytetari arsyen kryesore pse Stogu njihet nivel Kosovë, nivel besa dhe nivel buhet e krejt ka njerë. Për te kësaj, menoj që në mënyrën më të mirë të mundshme, edhe me fanatizmin më të madh në kuptimin e mirë të fjalës politik, kemi mri me rujt përmes punëve të mira besimin e qytetarëve në LDK. Na në zgjedhjet e kaluara nuk kemi fituar me 60%. Në rundën e parë me 41%. Çka e konfirmon ato që thash më herët. Po në rundën e dytë kemi fituar garën, konsideroj që kësaj radhe e kemi bollën hapun. Jo me i thonë qytetarit unë këtu me pompozitet që po du më fitu pa vallatar. Kam bollën hapun për shkak të punëve të mira, me i kërku qytetarit që më jap mundësinë me krye garën më të parë. Jo pse po i pritoj. As pse po i tutem se kam jam hidhën, kaluam në hidhë do burra më të mëdha zonë para meje. Në balotazh, mirë po për shkak të punëve të cilat janë të mbet në gjys, kohës që po na merr gara elektorale, edhe argumenteve që kemi mrri me i kriju në terren për gjatë 4 vjetë, me i kërku që më na lehtësu për pjesës elektorale, më na jap mundësinë si ekzekutiv me u kthy brenda zyreve edhe pjesa që duhet në terren për me mbikëqyr edhe me vazhdu projektet me finalizu me ku dihet se afatet e pagesave janë të limitume, sipas ligjit për menaxhim financave publike, na duhemi me kon për post ngar në jetën ku edhe në shërbim qytetarëve të komunës. Ilir ju jeni i birri Fadilit. Fadili ka qenë kryetari i parë i Stogut, kryetari i degës LDK-s në Stog. Ka qenë kryetar për 2 ose 3 mandate. 2 e gjys. Atëherë kon një rundë kon me 2 rundë, më duket një kon me ka 2 vjet mandatet, nëse nuk ka bëjmë fillim. Fadili është pa falqe po hy në këtë pjesë, po është pa si një figurë qendrore LDK-s, ndonë se ka qenë një lider lokal në Istog. Për shumë qka. Nuk, s'po hym tash. Jo keni fitu në 2021, jeni kryetar i LDK-s. A keni fitu pse jeni i djali i Fadilit, apo pse jeni Iliri Ferrati, dhe a keni arrit me kriju personalitetin e juj të ndarë edhe nga baba jët, edhe nga Ibrahim Rrugova. Pyetje sfiduese. E para, konsideroj se emnat tillë kthehen nëse më lejohet me thonë mark politike. Jo në kuptim të trashëgimisë biologjike. Po si pika referencet të cilat qytetarit me dojmës të obligon që me njek. Njëjtën obligim ja kanë bo edhe herën e kaluar edhe ish kryetari Rrugova, sepse shkon në linjë gjako po për cilën kam vlerësim të jashtëzakonshëm për punë të mëdha që një pjesë për cilëve e kam marrë vesh mas jo mbo kryetari që i ka kry. Fatkeqësisht. Për shkak modestisë tij. E çajo marrë politike që mu sigurisht edhe në prizmin personal manë në hije edhe jo që është sfiduese, po as nuk tentoj thonë drejtën me të i kalu. Pse? Po flas për të qenujt kryetar kur populli ose qytetari i Stogut nevojën ka pas mbetjes. Edhe të krijimit zgjidhjeve alternative të asaj kohe të cilat thonë drejtën unë sot me logjikën që kam nuk e kuptoj qysh ajo ekip në krye me të ka pas afinitetin politik që me i zgjidh ose me i ndërtu. Dje e kemi fillu një gurthemelin në një fabrike që ka morë me prodhim të barnave ose farmaceutikëve, investim prej diasporë për mes rrjetit shqiptar të biznesit në diasporë, në një prodhim që është komunale,
falë një punë që është bërë 2000-2003. Atë ko prej kryetarit bashkë me administratorin e UNMIK, që po du me përmend me emën. Zotin Martin Dvorak, që sot është ministër i integrime evropianën që ki. I çështjeve evropiane, sa ta integrime s'kanë si janë të integrum, po i çështjeve evropiane. Në kohën kur Fadili ka qenë kryetar, baba ju. Rezistencën që këta dy e kanë bërë për mirujt 2200 hektarët që sot komuna e Stogut i ka nën brendësi të vetën, e që na po e kemi mundësinë me dhonë shfrytëzim dhe me kthy në top 3 zhvillimin ekonomik në istek. Është një prej punëve të mëdha që rëndësinë e cilave po e shohim na sot. Mas 23 vjetëve. Për vizionin që e kanë pas, se sigurt komuna në atë kohë po të kishte lejuar më ndodhet që kanë lejuar shumë komuna të Kosovës. Bartja e pronave dhe të AKP-ja dhe më nej privatizimi brutal që ka ndodhur, të një pjesë, jo të gjitha, se ka dhe histori e suksesit. Trofta është histori e suksesit e privatizimit, Vaniksi është histori e suksesit e privatizimit. Ta qe faturën për reklam. Mirë po, asetet tona kryesore turistike, thonë drejtën. Edhe çaj vizioni që ata kanë mërri me ndërtu, bashkë me qytetarin e cilën është zërë me dalë për të hijes. Se mbijetesa nuk të vjen për çdo ditë. Edhe lidhe emocionale që të krijon me liderin në kohën kur ta bën zgjidhjen jetësore për familjen tonë, është thjesht shpirtërore. Pjesa jonë, ajo që na e bëjmë është shërbim. Ngritje merçanes, ofrimi shërbimeve publike, aty tek tuk në varësi të situatës ekonomike që kanë familjet na i shtys të vogël, po jo ofrimi i mbijetesës. Në atë kohë 70% e komunës ose 80% ka qenë e rënuar komplet. Sakt. Po, shetash, një koment shkurt, po du me bëni pyetje me vazhdu pak të ekonomia që më intereson pak më shumë, po, qëre, unë mendoj kështu, herën e parë, kur del nga garë, për shembull, literale, ka fakti prej cilës familje vjen, domethënë. Ma ka kry shumicën e punës herën e parë. Absolutisht, kjo është ndihmë e madhe. Herën e dytë, puna jote ta kryen. Domethënë se herën e dytë informata i kujt na jep se familjen hub në pesh. Po, se pastaj shihet puna dhe mbas asaj njerëz vlerësojnë. Andaj ti mos më koni familje shumë mirë, po mos me kohë për punën e kryetarit asam. Atë në që drejtim mendoj se tash ka më qenë tjetër lloj gare, po çka mua më duket e rëndësishme është që unë e di që shpesh herë është folur për shembull për ta përdorimin e figurave historike si presidenti Rugova, në anën tjetër emblema UÇK-s kështu më radh. Unë mendoj që ka edhe rëndësi që si ka e përdorur dhe qysh dhe për çfarë arsye gjithë. Me marrë si shembull pozitiv politik presidentin e Rugova të zënë. Nuk është keq përdorim, është mirë përdorim. Është fakti po mundosh me tregu diçka përmes asaj simbolike. Po, me promovu. Jo më mbështjell ti me ta personalisht, më thonë që shtu ish kondesh më kon politika ta zëm për një aspekt caktuar. Po kryetar po du pak më të kthy prap jo te projektet që i ki, po se ti përmendet 3 sektorë të ekonomisë të historisë deri tash. Në forma ndryshme, pra bujqësia një që tha që është shumë e rëndësishme, pajtona plotësisht, turizmi në stokë është shumë i rëndësishëm si sektor, e mendoj që ka hala hapësirë më eksploatu, po edhe industrinë që e përmend. Tash sipas jush, ku i shkëndesh më përqendrui stoku mes qytetëve të rijave? A i shkëndesh, a ka prioritet për ty për shembull, cilës kemi dhënë më shumë pesh për përgjegjësitë e komunës, po flasim gjithnjë, se e dim që një pjesë e përgjegjësive është në nivel qendror. Me shtru kështu klima që ne kemi kriju përmes trajtimit të bizneseve lokale, si partnerën qeverisë, kur pe them to, po më lind pyetja për kanë për qytetarëve çush partner, apeli jam të përzi. Unë s'kam biznes. Kush për familjes tame s'ka asnjë biznes. Me cilën kish mujt më interferu të pjesa e gjykimit tam politik. Thonë kjo është pjesa që na ashtu ne kam avantazh në raport me sjelljen ndaj bizneseve, të cilët i kemi trajtuar barabart, të cilët i kemi trajtuar si partner, po flas për punëdhënës të mëdhenj të komunës së Stogut, që përmes ideve që ata kanë rrimë kriju përmes përvojës tyne, një pjesë janë kthyer në projektin e formën se çush ata e kanë pas shtet. Informacioni që është plasu prej tyne tutje në për rrjetet ka ata i kanë. Po i kthen që to interesimet të bizneseve të huaja, cilat s'është sferë me quajt huaja se janë shqiptar që ndalën në diasporë dikur për shkak të sakrificës se tash janë kthyer në asetet në lloj ekonomike, e që është edhe rasti i fundit. Unë po du më përmend edhe një rast, me bija më thotë po bëj reklam, po janë 12 milionera që janë investuar në stok të ujmokna. Unë 140 e përdori kështu pak për shaka, për ndryshe jam shumë i lumtur që ka investime e veç një stok, ku do qoftë. Janë 100. Edhe jam i gatshëm
me shty për para se s'ka rëndësi, ne kemi partner Go Plusin, për shembull, edhe u invita, që janë primat mëjve në këtë vend, kështu që s'kam kësi të lashe. Unë e respektoj gjithë të cilën me pjesën e vicë kemi edhe bashkëpunim, që është fabrika e qumshtit, e koncentrume në stag të cilët një pjesë e monda qytetarëve të stogut janë edhe në punë aty. Po që qatë kështë të dash me theksu është pjesa e trajtimit edhe të mirëpritjes, jo pritjes me shantazh, jo kushëzimit në procedura administrative, përkundrazi shpejtësimit të secilës procedure që ata kanë pas nevojën ndaj komunës, edhe tutje shoqërimi tyne, edhe tek institucionet dhe nivelet qendror për mi trajtu, po nëse më lejohet me quajt me spenjaf më special se sa të zakonshëm. Pjesa e turizmit është thjesht komponent kryesor edhe kjo. Na jemi konë gojë të koncentruar edhe te pjesa e mandatit që po shkon. Jemi koncentruar te pjesa e hapjes rrugëve kryesore. Për ty në ka bo qeveria të Bjeshka e Lugut but, pjesën tjetër një fazë e parë është kry prej ish kryetarit rrugore në të kumë bashkëpunim me qeverinë, tash jemi në fazën e dytë, 2.9 milioner është si fazën se nuk ka bëj, që shkon në drejtim të Bjeshkës Moknës, që prej turistëve edhe tonë dhe ndërkombëtar quhet bukurosha e Ballkanit. Bjeshka më e mirë. Me kushte klimatike i parafruar jashtëzakonisht shumë përvallës, se pak njerëz e dinë. Po kemi bërë investim të madh te pjesa e promovimit. Ka video që kemi shumë në kanalet komunikimit ndërkombëtar që mi atraktu turistët ndërkombëtar, sidomos ta që merren me hiking. Janë 20 sa shti që janë të shenjëzuar me konform standardeve evropiane të Federatës të Alpinistë. Po frekuentohet i stoku për turistëve ndërkombëtar, sidomos çek e polak që konsiderojnë që janë turistë më të rinj mase vinë pa shoqërinë e klubeve lokale tona, i eksplorojnë Bjeshkën dhe hala herë nuk kemi pas një problem të vetëm me ta. Tutje është pjesa bujtinave që ne kemi plan në 4 veçorin ashëm, që me trajtu familjet që atja ende po funksionojnë me blegtori. Edhe kanë kapacitetin të stonë realisht. Kapacitetin që përpos fjetjes mi ofru ushqime tradicionale, mi ofru atraksionet që ata i kanë të pjesa e Bjeshkës, besa. Pra ju do të investoni në stanet e tyne, se jo të gjitha stanet i kanë kushtet e mira. Sakt. Ne dim se janë me terrasa, janë këgja kështu. Kushte tradicionale. Po. Janë kushte tradicionale. Ju po premtoni me investu në stanet e tyne që me qenë përveç jetesës që zhvillojnë ata gjatë sezonit të verës, pranverë pjesht, po edhe me qenë atraktiv për turistë. Sakt. Unë nësë po thëmë që kom ndërtu 100 stanë në Bjeshkë. Po thëmë që kanë më konë prioritet familjet që merren me blegtori, që përpas ushqimit me pas mundësinë me ofru edhe fjetje turistëve që vinë kryesisht për hiking. Te pjesa e turizmit familjar ose te pjesa e turizmit shëndetësor. Atë Bjeshka e Moknës e kem të trajtuar në harë zonale me ikonën e turizmit, në që me pas mundësinë ose bazën ligjore që me trajtu me plan të hollësishëm zhvillimor, manej qatë parcelë që ne kemi të identifikuar për ndërtim eventual të një kompleksit turistik. Unë planifikoj që vitet ardhshme me shpallë në thirrje publike dhe unë në shfrytëzim ta sajprone edhe me targetu investitor edhe të huaj, jo vetë shqiptar. Në është me pas mundësinë me kriju një kompleks turistik që e fut në funksion pjesën e Bjeshkës që është e jashtëzakonshme edhe për ka pamja, mirë po edhe për ka pjesa e shëndetit të secilit që shkon atje, edhe të pjesa e njerëzve që preferojnë me kry pushimet në pjesën ose natyrë malore. Preferencialisht keni pa që ka bo të pjesa e rrugovës. Po Belushi. Belushi. Po. Është hapësira Familja Shala. Familja Shala, që kanë investu kapital të jashtëzakonshëm. Atje edhe që i kanë thyr në frekuentim. A ka hapësirë në Bjeshkë e Stogut, me Lugu i But për një projekt të tillë? Lugu i But e projekt Parku Nacional. Fatmirësisht na kemi mri në bashkëpunim me ministrinë, kemi mri me rujt si zonë 2 dhe 3, që i bie nuk është zonë e parë në cilën praktikisht nuk ka ndajta spekulosa, zona e parë. E 2 dhe 3 mund trajtohet me plane të hollësishme për ndërtime me materiale që janë konform ambientit që se dëmtojnë drugure, realisht çka është për me falenderu përpas stonëve drunit të cilat unë nuk konsideroj që i bojnë dëm ambientit. Nëse janë pa vend sot. Qytetarët e Stogut që me përjashtim të ndaj rastit rrallë që nuk e kanë keq përdorur pjesën ose mundësinë
që e kanë pasë, Bjeshka është larg në distancë prej qytetit, na i kemi krejt 3 inspektorë në ndërtimit, 52 fshat na janë 350 km2 rrafsh për 1 minutëru është goxha sfiduese. Lemo Bjeshkë. Lemo pjesën e Bjeshkës, po edhe inspektorët, edhe policia kufitare, edhe mirëkuptimi qytetarë kanë rrimë me rujt goxha shumë pjesën e Bjeshkës. Për një pjesë është dëmtuar vitet e para pas luftës, që është konë sjellje nashta pak edhe traumatike nëse më lejohet me thujt. Mirë po tash njerëz kanë filluar me ndërtuar me u kthy goxha shumë për mirëqenie. Jo më për nevojë kuptim zhvillimit, po për mirëqenie të familjeve, për qef thjesht, për me shfrytzu për vikend. Prioritet ka më konë pjesa e turizmit, po tu e ofru pronën që na kemi si komunë që me thith investitorët më ardhë dhe më investu. I kam 3 çështje që kisha dashur turizmi në Istog. Në kuadër të kësaj që falem deri tash. Sa ka potencial Istogu për turizëm, sa ka potencial për vetëpunësim të njerëzve, po edhe për ekonomitë e atij regioni. Potencial për turizëm. Nëse morëm situatën aktuale në kuptim të asaj se Për shembull, po ndërprej, kanë bën njerëzit biznes me motora. Do të thonë i shojnë me sira edhe me eksploru Bjeshkën. Njëri pikë këtyre stanet, hikingu, këto që lëshohen me paraglide. po, që është Bjeshka e Istogut konsiderohet më e përshtatshmja E dyta Masareke. për lëshim, për shkak se Bjeshka është e drejtë kështu. Sa janë potencial? Pa të fillu goxha shumë pjesa e paraglidizmit me kthy në atrakcion, diçka të cilën fatkeqësisht mbreu me shkput pandemia. Mirë, po kemi fillu me revitalizu, është klubi lokal që merret me alpinizëm, po të gurje që komponente ka edhe paraglidizmin, që i ka trajnu nëse më lejo me thujt, i ka certifikuar një tërë prej anëtarëve të tij me pjesën e çanëve pilot i certifikuar. A guxon me hypte? Alasëm i s'kam pas rast. A guxon? Po mëre. Okej. Besoj të ata djemë dhe të profesionalizmi që ta e kanë. Nalt. Tutje e kemi kriju, e kanë edhe bazën pjesa paragliderëve në Istog dhe një farë shtëpisë dhe drunit ku mund me shfrytzu për nevojat e tyre kur kanë gara ose fluturime. Pjesa e motocrossave në Istog është shprehje prej mas luftë. Një 2 vjet vetë jem hona dhe usë ty në sport jashtëzakonisht i tajtë, cilën në atë ku nuk kom rrimi për balu për shkak se jem konë si student edhe ishë shpërjetitjet tjetër ka, mirë po ka jashtëzakonisht shumë tri që i shfrytëzojnë, edhe ka tri që po vinë prej komunave tjera, se janë komunitet goxha i lidhur, edhe që shfrytëzojnë pjesën e Bjeshkës. Së fundmi edhe off-roadi ka filluar më bën atraksion në pjesë e madhe e trive, edhe prap i njëjti komunitet po lidhet me komuna tjera që po frekuentojnë goxha shumë pjesën e Bjeshkës. I shosnu me pjesën e motorave 4 rrëç, po i thot populli, janë pse pjesën e nocë po dinë më bonjour më herë. Që ndërlidhet me... Okej. Veç mos dojnë për teme. Okej, Jo, veç kështu, do është ta më pyet kryetar përshtatall, i shtrova këto 3 sektorë, se qëre tash për shembull edhe turizmi në Istog, edhe bujqësia në Istog ka nevojë për natyrë të pastër. Industria, a e rrezikon çto ajo? Na jemi mëna industrisë të lehtë në Istog. Do është kriter edhe të pjesa e horizontale që secila fabrikë që hapet në Istog, kriterin kërësore ka rrujtën e ambientit. Pra keni shtoj, keni mos parasysh. ndotin e ti, po. Ani pse i kem të drashëgum, edhe morëm kritike tani herë, 7-8 gurthyus që të licencuaren edhe për pjesës së Ministrisë së Ambientit, po për pas zhvillimit ekonomik duhet me pas komponentën në ndërtimit, cilën ne jemi të obliguar me rrujtë dhe jam punëdhënës jashtëzakonisht të mëdhej në komunën e Istogut. Çka ka me theksu këtu në fakt. Ne herë kemi pas një shkresë për inspektoratit qendror që më mbyll krejt për një herë. Me mbyll fabrikën Vita, me mbyll Onyxin, edhe me mbyll krejt gurthyes të kemi qenë një 800-900 vjet për një herë jashta detyrave të punës për shkak të një pëlqimi ujor, nëse nuk ka bëjë një farë letër krejt formulën, cilën masi që e kanë pas, që kanë bërë e kanë bërë vërzë dhe i kanë pajis me ato. Te bujësia. Para 4 vjet. Shumë 4 vjet krejt, që është 3 vjet. Te bujësia, na kemi rrimë trajtu një 15 km kanal Lojitjes, i kemi pajis 151 fermer me panele solare për pjesën e Bjeshkës po flas. Unë kam pjesën e rrymës garantuar se s'ka rrjet elektrik,
në funksion kësaj jemi në negocim për një prunë bjeshk që i plotëson kriteret për energji me erë, e si interes publik kur hymë në negocim, të faza finale ka me pas elektrifikimin e bjeshkës, si këthim për qytetarin në raport me të pronën që për shfrytëzon për pas qeras që e pagun. Qumshti që është për ty? Qumshti në kuptimin jo ata që si produkt, po qumshti si mirëqenje qytetarët i Stogut, ka fermer, ka tokë të punueshme, edhe ka një fabrikë që është Vita në Istog, që është grumbulluesi kryesor i produkteve të qumshtit. Ke informacion sa është rrjeti i njerëzve që përfitojnë nga kjo ndërmarrësi, pra prej atij fermerit më të vogël atje deri te përpunimi dhe shpërndarja, dhe sa garanton kjo, sa jep, si me thonë, mundësi për zhvillim në Istog, dhe dyta është energjia elektrike, që ka hapësira në Istog që janë të përshtatshme, apo ka nisë me dhonë shfrytëzim për energji solare, përveç kësaj që përmene për energji të erës. Tash, du me fillu pak me lokalizëm. Për pas vitës, dhe kemi edhe një pikë tjetër ngëmbëlluese që është e Stogut e profesorit Nazmi Hasanaj, e që ka një rreth për rreth vetës bujq e fermer jashtëzakonisht mëdhej, që është konë pika e parë ngëmbëlluese në kuptimin e njerit të Stogut, jetë e re, e ka në fabrika qumshtit, tute është Vita që është gjigant ekonomike që i trajton në pjesë madhe të fermerëve të Stogut përmes grumbullimit. Për tek kësaj është edhe fabrika Rukulli që merr qumsht për fermerëve të Stogut, edhe kjo ka bërë Stogun lider në prodhim qumshtit, nëse nuk ka bëj çdo 3 muaj ose çdo 6 muaj shkojnë një 3-4 milion litra qumsht që dorëzohen dhe që kthen Stogun në lider të prodhimit qumshtit, që për neve ka rëndësi etike në kuptim të zhvillimit ekonomik edhe trajtimit për çfarë sa komuna ka kapacitet aty në fermerë. Do një për ty një ka 350 krerë, kapaciteti i është që i nxjerr të lashët qeverisë kur ka kërkesa lere më neve si komunë, po çka kemi pas në domenin tonë ligjor, edhe çka kemi ofruar për ta është kon 220 hektar të komunale që i ndon fermerëve në shfrytëzim për 10, 15, 20 vjet arshme, ndërkohë që ata më pas stabilitet e para, të drejtën aplikimit për subvencione për ato prona që ata i mbjellin, edhe në fund qiran që ja paguajnë komunës që është interesi më i vogël në këtë proces, që ja paguajnë komunës për çato hektar, do çato që kemi pas në dorë, me thonë kështu popullore që kemi bë me prioritet, edhe kemi më vazhduar më një herë mas vitet tashëm me prona të tjera të cilat janë bujqësore, që realisht për momentin janë ndjerrina, nuk janë në trajtim të fermerëve. Stogu ka shumë fermerë që merren me majmëri. Tonë një non ose 11 tërtore në Stog që furnizojnë në ushqim përpas i Stogut edhe pjesët për rreth, për shkak se fermerët janë vyshëm dhe krijojnë kapacitete që mundin me marrë furnizuar manej pjesën e gastronomisë. Pjesa e energjisë së ripërtërshme, jemi komuna e parë në Republikën Kosovë që kemi rri me i dhonë përmes shprehjes të interesit publik, jo negocimit direkt, një 210 hektarë, nëse nuk jam gabim në shifër, për një 7-8 kërkesa që i kemi pas për njerëzve që merren me investime në energji të ripërtërshme. Ka investitor vendor, ka dhe investitor të huaj që i kemi nxjerrë vendimet të kuvendit edhe që përpresin komprimimin e ligjshmërisë prej Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal që një 3 muaj më zgabosh. Nuk e di ja kanë bë për shkak zgjedhje këtë farë blokade akti i vlerësimit të ligjshmërisë bëhet prej ekspertëve. Jo, veç që kanë kështu qef me blokuata, jo nëse. Nëse kam informacion. Veç ju pëlqen me bloku. Kam informacion, mund të jem gabim. Mirë, po sa kam informacion është në tavolinë e ministrit që në 2 muaj diçka miku tam dashur, i cili nuk e ka po ende se ka gjyku politikisht që duhet me procedu tutje, diçka që na kemi mujt me vazhdu me heshtje. Po të pas parasysh faktin sa i ndjeshëm është pjesa e menaxhimit të prodhimit publike, edhe që interesi kryesor juaj është dhe janë shfrytëzime ty në kurrja e interesit publik në cilët ka objekte, në cilët ka qerdhe, në cilët ka ndryshim, në cilët ka pagesa të fakturave të institucioneve publike, edhe në fund krejt pjesa e qiras që na
e morrim prej dhonës shfrytëzim të saj. Pra në numri i madh i vendeve të punës që ka më kriju derisa të ndërtohen ato plantacione po e quajnë në solare, edhe tutje lehtësimin furnizim me energji elektrike të krejt shtetit të Republikës Kosovës se po losin për 200 MW energji që prodhohen, edhe krejt ata inxhinier të energjetikësit, robotikësit, mekanikësit që ju duhen aty në mishtin në funksion, sigurisht që kemi më tentuar që përmes rrugëve ligjore me ushtru presion që me i targetu njerëz të istugët të zonës për rreth, që paktën ekonomikisht një apohorin këtë rrafshi Dukagjinit, jo veç na si komunë asaj prone, që është e njëjta që e kanë rrujë që ta njerëz që të përmena në fillime që nësët për kemë fatin me i shfrytëzu ekonomikisht. Po tash nëse më lejo të kisha ndru pak temën me dalë në një sektor tjetër që është për mua është jashtëzakonisht kështu edhe për zemër dhe rëndësishëm është sektori i arsimit. Tash çuçi ka mos pari çush është gjendja në Istog në raport me objekte shkollore, qerdhe të kështu me radhë dhe çka keni ndërmend me bëu në këtë drejtim ju si kryetar, veçanërisht mandatin për cilin po garantoni. Temë mirë, mandatin e kaluam kon pik jashtëzakonisht me prioritet në kemi mri me trajtu edhe pe përmeni shpejt disa të arrit në atë këtë leta për e qujene. Pej 46 bursave sa i kemi gjetë, sot jemi me 494, prej 7-8 asistentëve sa i konë për fëmijë nevojë veçanta, sot jemi 15, prej 10 marrëveshjeve sa i konë me biznese për arsim dual, sot jemi 38 dhe morrin praktik 343 nxënës të shkollës mesme profesionale, se cila shkollë ka psikolog, kemi ndërtu të arene sportive në për shkolla, kemi finalizu palestra, sa i përket infrastrukturë shkollore, fatmirësisht, prapë du me ju falendruish kryetarit Rrugova, cili na ka dhënë mundësinë që me njerë si një orë mandat, për mes kontratave që ka pas me Ministrinë e Arsimit, me përru shkollën në Lukavc, edhe me përru shkollën në Uq, bashkë me palestrë të re komplet. Po ashtu palestrën e re në Gurakoc, edhe palestrën në Vrell që e ka nisaj për shkak të problemeve që në konë edhe sfidimit që e ka bo ministria që s'po du më një në të farteme me thonë që ja e përgjez që kjo përgjez, palestra Vrell është finalizim, jem të trajtu kushtet për rreth palestrës që me lëshu në funksion. I bije që në pjesën e infrastrukturës shkollore na veç na renovim të këtu kësë mas nevojave që ne paraqesin drejtorët e shkollore për ndryshëm nuk ka diçka. Te pjesa e qirdhëve 4 vjet ka bo Ministria e Arsimit me shput një kontrat për qirdhën e re në qytet. Fatmirësisht e ka shput, e ka rishpall, sa kam informacion, kontrata ose procedura. 4 vjet për Ministrinë veç me shput kontratën, veç me shput. Arberia në Kovsi 4 vjet me shputje. I kam konë zyre një 3 herë, kontakturi konë i stugut, i kam konë thirrë se ka vullnet, më konë bashkëpunus, edhe kanë rri me shput, në SHPO është derisa të kthejmë verdiktin, në SHPO s'kanë tash ata që ka më bo. Jemi të ndërtu në qirë dhe të Gurakoc prap me bashkëpunim me Ministrinë, menoj që është projekti më i mirë që ka me pas në qirë dhe në Republikë të Kosovës. Njerëz më kanë akuzu se Gurakoc është fshati për ju në Kavi, po aty qirë dhe ekzistu se është një shtëpi e plonit që këfori Spanjol e ka ndërtu 2001 në dytën në bashkëpunim me komunën. Për ndryshe komuna i Stogët është komuna që ka qirë dhe publike mas shumëti për kokë banorë në nivel Kosovë, që pak njerëz vetojnë to. Gurakoc si mundet me qenë komunë veti. Ka qenë dikur komunë. Njerëzit nuk e dinë, po ka qenë dikur komunë. Për kokë banorë ka mas shumëti, edhe për një kolegë kandidat, bile këtonë të vetëndosës për përgjigjet në qytetare, nëse ti s'dën qerdhe, voto Ilirin. Nëse ti dën 2-3 qerdhe, voto mu. E çuditshme është që nuk e kanë informacionin as sa fëmijën të prit për qerdhe. Nuk e kanë informacionin as sa familje kanë fëmijë që dojnë me i qunë qerdhe. Edhe ai muhet më thonë, unë do me maru 4 qerdhe në stok cilat mund është me maru, po nuk cilë fëmijë dhe me qunë. Jënë 2-3 qerdhe private që funksionojnë, që unë e menoj me qerdhen e re në stok, kur quhet funksion. Me tren në Gurakoc, kur quhet funksion. Me zgjerim të kapacitetit ose me një klasë shtesë në Bonë, po flas në për zonën urbane. Në Rakosh e kemi zgjeruar kapacitetin, neve nuk kam në ra asnjë fëmijë me lëndë pritje, përpos familjeve që kanë kushte të mira ekonomike, edhe do fëmijë vetëm me çu në qerdhe private për shkak të mundësisë që ka që s'mundesh asnjë imponu teatrën. Tuti që kemi botë arsimit që ja vlen me theksu është pjesa e motjes
të zhvillimit të fëmijëve në institucione parashkollore edhe në qerdhet. Përmes institutit Hajmera, që është i vetëm instituti akredituar për ofrim të shërbime, ne kemi bën një kontratë që i kanë mot zhvillimin, problemet në Grëmzim, problemet në zonën mësimit, në krejt të institucione dhe raportin që ne kemi në sot para vetes, në obligon që vitin e ardhshëm me zhvillu fazën e dytë edhe ofrimin e ekspertëve të logopedisë, psikologjisë, sociologjisë në shërbim të aty në fëmijëve. Është përqindje kogja shqetësuese. Pasqyrë të mirë të zgjedhjes. Vetëm në komunë Kosovë jemi. Po. Pasqyrë që ja kemi dorëzuar Ministrisë së Arsimit për të marrë hapat të paktën me bë komponent për këtë komunat. A keni marrë përgjigjen e saj? Si për tonë 4 vjet. Si për tonë tjetër. Edhe një komponent le lutem se është e rëndësishme, është pjesa e klasës Martin Somma në shkollën fillore në Gorakos për shkak të hapësirës që ka pas të lirë të ofrimit shërbimeve ose qëndrimit ditur për fëmijë me nevoja të veçanta. Prapë jemi komuna parë në nivel Kosovë ku funksionon logopedi, psikologu, sociologu pa pagesë. S'është ende rregullt, është 2-3 herë në javë, po ja vlerëson jetën aty në familjeve, edhe ja vlerëson jetën në të ardhmen fëmijëve që morën shërbim. Njëra prej shtyllave që kemi për të ardhmen është ndërtimi i një objekti që ka më nap mundësinë me ofru shërbim të rregullt, me baza ditore si këtë fëmijëve të tjerë, edhe aty në më për shërbime në atë objekte edhe me pas më të lehtë integrimin nesër në shoqërinë tonë. Zonë të numrin nxënësve, si konkret komunat e Kosovës, është në ramje, ka pas shkolla që janë mbyllë për shkak se janë kthyer në klasat përzime edhe për shkak të mësimit jo cilësor, ne jemi obliguar me ofru transport publik me kthyer në shkollat tonë, në mënyrë që ata më pas mësim më cilësor, sepse mendoj që është shumë më e rëndësishme cilësia në mësim zonë se sa e kim në shkollë qelën e kim shelën. Me 12 tetor janë zgjedhjet. Pret raund tjetër pra mas 12 tetorit apo beson që kemi përfunduar me 12 tetor? Unë mendoj që jemi të bon si ekip, son vetë si njerëz me bë kurrë. Po si ekip jemi të bë punën më të mirë të mundshme që me taku secilin qytetar, me prezantu të arritmat, me prezantu planet që i kemi për të ardhmen, më tregu cili është dallimi jonë prej tjerëve në kuptim të avantazhet edhe me bo thirrjen që e bona në fillim. Që thash që kemi bollën hapën për me bo kërkesë qytetarit që mos më na çu në raundin e dytë, për shkak se kemi punë që kanë mbetë në gjystë që na duhet me i vazhdu. Mendoj që në fund është në gjykimin e qytetarit edhe nuk po duam të tregu pompozitet edhe me thonë të po në kam kalu më rënd parë se konsiderohet partijës ose konsiderohet këtë parti. Pse kam përshtypjen se krejt këta kolegë si që unë ti që janë kundër kandidat punojnë për ty? Në çfarë kuptimi? Po edhe nëse punojnë për mua, janë të punuar për kryetarin e vet, për kryetarin e vet janë të punuar. Çfarë si përshtypje? I mirë ke kënaqësi që falem në këtë VV-show me Visarin. Të uroj sukses, uroj që i stogu me mri aty ku dojnë qytetarët edhe ku synoni ju, edhe uroj që s'me pas, që me thonë, ankesa elementare për jetesë të njerëzve. Faleminderit shumë. Visar? Faleminderit. Mirë që në këtë VV-show, e kam thënë edhe publikisht, jam me kryetarin tem Ilir Ferrati, ishim me Ilir Feratin, shihemi mas zgjedhjeve. Gjithë mirat.